Kur ti thuj dikujna, pse s'falesh? Po Allah thot më njëherë ta çet se ata unë i besoj Zotit. Ha, më njëherë unë i besoj Zotit. Nuk jam do të thonë i beson Zotit. Allah na ka kallzu para se më na kallzu ti. Ti i beson Zotit. Po ti nuk e ki ilah ata. Nuk e ki të adhuruar. Kur i thojna dikujna pse nuk falesh, ai më njëherë shkon menja se ai i cili falet duhet me pas gjuna dhe shta shkon mu pastru. Ne i thonë jo. Ibn Qayyim thot pse njeriu falet? Pse falet? Se Allahu është mutekebbir. Ati i të konë lartësia. Ajo është një madh. E para të madhë çka duhet me bë? Sejdë. Dhe më ra sejdë. Nuk ka pse kena gjunahe. Sikur të hamdi, ne e falenderojnë Allahun. Jo sa herë për nimete, po pse ajo shumë i madh i thonë alhamdulillah. Do një herë nuk je të përjetuar në nimet po thu alhamdulillah. Alhamdulillah. Na kur falmi 5 kohë në ditë. Kur falmi 5 kohë në ditë, 5 namazë. Shpeshherë nuk i numrojmë nimetet. Po e dim sa je meriton mu adhurue, e ditëm nimetin apo se ditëm, sa është i madh. Kur na pyetet dikush pse falni, pse vetë se na ka dhënë të mira, jo. Sa është Allahu mutekebbir, ai është më i madhi, meriton mjashtu. Vënue ballin, s'ka më shumë, s'dina më shumë çish mu për ul. Me vënue pjesën më të lartë, në pjesën më të ulët, në shenjë të zvoglimit vetvetes dhe të madhërimit të Tij. Te bareke ve taala. Andaj, pse ka thënë Rabb el-Alamin, Zoti i botrave, se e pranojnë këta. A lillah, Allah, ilah, se pranojnë këtë. Andaj njerëzit vendosin kushtetuta, vendosin ligje, adhurojnë vorre, adhurojnë melaçe, adhurojnë pejgamber, adhurojnë gjin, adhurojnë epshe, adhurojnë femra, adhurojnë organet të njeriu që janë në bashkohorën, adhurojnë mi, adhurojnë lop, adhurojnë dele. Çka sa adhurojnë njerëz, apo kanë adhurime të shumta. Domethënë se Rabbul Alamin, ata të gjithë pranojnë se Allahu xhallahu ala është krijuesi absolut, mirë po në adhurimin e tina ndalen dhe një grup e vogël prej tyre e adhurojnë Allahun te bareke ve taala. Kjo sa i